që prej vitit 1991 askush nuk ka hyrë në tunelet nëntoksore që i gjenden poshtë shtëpisë së diktatorit komunist Enver Hoxha. Po pse? Tani do t'i tregoj arsyen. Askush në shtetin shqiptar që unë jam interesuar deri tani dhe në asnjë nga arkivat shqiptare nuk gjendet një hartë e plot e tuneleve në shtëpinë e Enver Hoxhës. Nëse i referohesh bisedës që kam pasur me Alfred Mojsiun, ish presidentin shqiptar, i cili në vitin 1971 deri në 81 ka qenë drejtori gjenjo së Ministrisë Mbrojtjes së Shqipërisë, në shtëpinë e Enver Hoxhës ka një sistem të tërë tunelesh dhe mbrojtjesh antiatomike që shkojnë nga këtu tek shtëpia Mehmet Sheut, kryeministrit, nga aty në Komitetin Qendror ose Parlamenti i Sotëm dhe vijojnë sipas tij deri në Pallatin e Brigadave. Një sistem i tërë tunelesh i jashtëzakonshëm. Tani do hyj për t'ju treguar se çfarë ndodhet dhe pse askush nuk ka hyrë që prej vitit 1991 dhe askush nuk e di se çfarë ndodhet nën shtëpinë ku banonte diktatori komunist. Shiheni, jemi në sistemin e parë të tuneleve, ajo prej nga hymë ishte vendi ku qëndronin rojet e tij, i gjithë tuneli është i veshur me veshje çeliku, kjo është dera e parë, dera numër 1 e tunelit. Shiheni tani, tunelet janë komplet me ujë. Kjo është dera e dytë, dera numër 2. Këtu është diçka shumë interesante. Është një vend i mbyllur, i salduar, nëse shkon sipër, e sheh që është një derë, është salduar në vitin 1991 dhe askush nuk di të thotë se çfarë ka brenda. Dhe i gjithë sistemi, kjo ishte dera e dytë, këtu shkojmë në derën e tretë, shiheni derën e tretë. Ndërkohë që i gjithë sistemi është një sistem prej çeliku, pra nuk është prej betoni, është çelik. Çdo gjë referohet, shiheni, çelik, çelik, çelik. Jemi duke ecur në një tub çeliku special, i salduar, shiheni, në moment në vendet e saldimit, për të mbrojtur nga një sulm atomik. Çdo lloj sulmi atomik ishte i përballueshëm nga ky tunel, ku ka pasur dhe sistemet, shiheni dhe sistemi i dritave, se si është. Sistemi i dritave, ja dhe sistemet e sipërme janë kineze, që kanë ardhur nga Kina në atë kohë, ja ku dallohen dhe etiketat kineze të tij, ndërkohë që sipër shihni si është uji. Edhe jemi duke ecur akoma, pra kemi kaluar deri tani 3 porta. Është vetëm njëra pjesë, askush nuk di të thotë se çfarë. Nëse i referohesh një fotoje të Enver Hoxhës me Beqir Ballukun dhe më pas me njërin nga projektuesit e tuneleve, mendohet që brenda saj ka qenë një shtëpi e tërë në të cilën Enver Hoxha kishte strehimin në rast lufte. Çdo gjë hapet vetëm nga brenda. Kjo është dera e 5, pra e 4-ta ishte aty. Kjo është dera e 5. Shiheni ku është dera, është kjo këtu. Se duhet që. Kjo është dera e 5, shifeni, por uji i kalon 2 metrat. Nëse ne shkojmë këtu, bëhet fjalë për një shkallë, ku shiheni si është këtu, shiheni si vjen këtu, shiheni si shkon këtu, shkon akoma më tutje, më thellë, dhe ky kallam që është 2 metra zhytet komplet në ujë. Kjo është dera tjetër dhe poshtë saj ka shkallë që të çojë në një sistem -2 dhe ndoshta -3 të tunelit, duke e bërë praktikisht të pagullur. Çfarë ka brenda atij tuneli? Askush nuk di ta thotë. Asnjë hartë nuk kemi në dispozicion. Uji është mbi nivelin e njeriut, pra gati 2 metra, vetëm 30 cm, vetëm kaq është pa ujë. Pra shiheni, uji bie tjetër në këtë nivel, rreth 30 cm dallohet që është. Palumbarët nuk hyn dot sepse uji është i gjithi i qelbur, mund të jetë aty prej 30 vitesh dhe brenda saj besohet se janë në një farë mënyre ambientet e banimit të familjes Hoxha në vend String. Kjo është vetëm një pjesë e tunelit, bëhet fjalë për një tunel me kilometra nën toksor brenda banesës së ish liderit diktatorit komunist.